Mirëdita të gjithëve dhe mirë se erdhët në epokën e re. Epoka e artë sapo ka filluar dhe unë dua t'ju informoj në ekskluziv për ju. Në tore shqiptare pothuajse nuk flitet fare dhe unë jam këtu pikërisht si ju kam thënë gjithmonë për të ndezur shkëndijën. Dhe së bashku duke diskutuar, padyshim do të futemi në një rrugë tjetër, pra në rrugën e dijes. Së pari, motra, vlezër, kushurin, shok, miq, vlezër, kudo që t'jeni, duhet të dini që në datën 20 mars u mbyll cikli i vjetër energjik i vitit 2025, sepse përkoi ekuinoksi pranveror. Duhet të dini që cikli energjik fillon në ekuinoksin pranveror dhe kishte filluar në vitin 2025, pra një vit më parë, në ekuinoksin pranveror dhe 2025 dhe u mbyll në vitin 2026, pra pardje, në datën 20 mars, cikli i vitit 2025, pra cikli energjik i vitit 2025. Dhe duke filluar nga dje, fillon cikli tjetër i vitit 2026 që përfundon në vitin 2027. Pra një cikël që fillon nga ekuinoksi pranveror dhe mbaron në ekuinoksin pranveror. Por duhet të dini që ekuinoksi pranveror është thelbësor dhe pikërisht në datën 20 mars, pra pardje, përfundoi cikli i madh i erës së vjetër, ose më mirë të epokës së vjetër, 225 vjet, përfundoi në datën 20 mars, pra pardje. Dhe nga dje filloi epoka e re. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. E përsëris të sepse shumë prej jush shikojnë këto video dhe nuk lidhen me këtë faqe, nuk ju kushton asgjë, por duke qenë më shumë do informohemi më shumë, kështu që ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, duhet të dini që për ciklin e madh, pra ciklin e ri, ose më mirë për jo vetëm ciklin e vitit 2026 të energjik po flas, por edhe ciklin e madh të epokës së re, të epokës së artë, flitet që nga kohrat e lashta. Fliste Platoni, fliste Virgjili, flasin edhe të tjerë me fjalë edhe në mesjet, por studiues të tjerë. Por duhet të dini që cikli i erës së re, pra i epokës së artë, është cikli më i madh dhe më le të themi më i rëndësishmi i njerëzimit, sepse pse duke merreni me mend, flitet për ciklin e artë, që këtu kuptohet se sa i rëndësishëm është. Epoka e artë është zhvillimi maksimum i njeriut, jo vetëm fizik, por edhe energjik. Duhet të dini që çdo gjë është energji. Duke filluar që nga grimca e vogël, merreni me mend, ne në një qelizë të vetme, nëse do marrim një qelizë të vetme, një qelizë e vetme funksionon kështu. Futet oksigjen dhe nëpërmjet ATP-s kthehet në dioksid karboni. Në këtë moment, pra në lëvizjen që bën, energjia brenda një qelize të vetme na jep jetë. Pra animus. Dhe ne kemi miliarda qeliza në trupin ton. Merrini me mend sa miliarda e triliona e një pafundësi grimcash gjenden atje jashtë në natyrë. Pra çdo gjë ekziston në këtë univers pikërisht në saj të energjisë. Pa këtë energji nuk do ekzistonim. Ne, trupi ynë, nuk ekziston nëse ne nuk do të kemi shpirtin, apo jo. Kështu që merreni me mend se sa e rëndësishme është. Ne japim shumë rëndësi trupit fizik, pa e kuptuar që është shpirti më i rëndësishmi, pra energjia, sepse nëse do të prishet cikli energjik i njeriut, i çdo njeriu vdes. Ne pa energji, pa shpirt, ne nuk mund të jetojmë. Pra, merreni me mend sa e rëndësishme është dhe ne vazhdojmë akoma, në fjalë shkenca po flas, të jap prioritet trupit dhe jo energjisë. Ndërsa në besimet fetare i jepet prioritet energjisë, shpirtit. Pse kjo diferencë e madhe? E keni kuptuar? Pra, pikërisht për këtë duhet nënvizuar diçka thelbësore. Sepse shkenca dhe besimi fetar shkojnë në një drejtim. Pra shkojnë të dy bashk, paralel, veç se është përmendjet e ndritura që të kuptojnë diferencën e madhe. Diferenca e madhe, e dini se kush është shpirti gjëja më e rëndësishme, nuk është trupi. Sepse nëse të heq dikush shpirtin ose trupin, trupi yt nuk vlen asnjë gjë. Pra merreni me mend sa e rëndësishme është. Thash, në grimcë më të vogël, që nga grimca më e vogël që kemi ne, nga qeliza më e vogël deri në trupin më të madh qiellor, çdo gjë mbahet në saj të forcës magnetike, të fushës magnetike, pra të energjisë, të vibrimeve. Ne flasim nëpërmjet vibrimeve. Mendimi ynë është vibrim. Syri ynë, me fjalë shikimi ynë është vibrim. Fjalët tona janë vibrim. Mendimi ynë është vibrim. Pra çdo gjë bazohet nga vibrimi. Dhe nëse
do të kuptojmë thelbin e kësaj, pra ta kuptojmë, ne do të përqendrohemi më shumë tek shpirti, tek energjia. Shikoni, që nga prej kohërave të lashta, nëse keni vënë re, edhe në budistët për shembull, ata përqendrohen shumë në meditime, në energji, në chakra etj etj. Pse? Dhe shikojeni se sa mirë jetojnë dhe sa gjatë jetojnë. Pikërisht pra sepse duke i dhënë prioritet energjisë, i ke dhënë prioritet shpirtit tënd, dhe shpirti është i rëndësishëm. Është ai që mban në këmbë trupin e njeriut. Pra, po ju them që zhvillimi i madh po vjen. Siç ju thash, edhe populli Maja ka folur për zhvillimin e epokës së ardhë. Ky është fillimi i epokës së ardhë. Lum ata që do të përshkojnë këtë jetë me fjalë deri sa të munden, sepse janë 225 vjet. Pra, duke filluar nga dje, për 225 vjet do të ketë një zhvillim kolosal. Kush do të jetoj pas vitit 2050 do të jetoj sa do t'i doj qefi, sepse deri në vitin 2050 po bëhen ndryshime të mëdha, ndryshime kolosale. Shiko, në pak vite që jemi këtu dhe janë bërë ndryshime kolosale, qofse keni vënë re. Sepse deri në vitin 2000, deri në vitin 1900 ose mirë, deri në vitin 1800 njeriu jetonte në skëter. Nëse mbani mend, njeriu ecte me kal, vriste me shpata për mijëra vite. Dhe pas vitit 800 filloi ndryshimi i madh. Dhe duke filluar që nga treni, nga avioni, dhe sot kemi telefonat dhe zhvillimi që ka bërë, sepse traktorat, uzinat, fabrikat bën zhvillimin e madh. Sot 8 miliard njerëz si do ushqeshin nëse nuk do të kishte këtë zhvillim. Pra, merreni me mend se çfarë ka ndodhur në 225 vite dhe merreni me mend se çfarë do të ndodhë në epokën e ardhë në 225 vite të tjera. Pra, mirë se erdhët në epokën e ardhë dhe lum ata që do të jetojnë pra në këtë epokë, sepse siç ju thash, nuk do të ketë më probleme si më përpara. Ata që do të mbijetojnë, sepse do ndahet në 2 specie, siç e kam thënë gjithmonë, në specie dhe në nën specie. Lum ata që do të japin dritaren mendjes, lum ata që do të japin dritaren dijeve alternative, informacionit, sepse qeliza ka nevojë për informacion. Nëse keni vënë re, bota nuk sundohet nga ignorantët, por sundohet nga të zgjuarit, sepse ne kemi nevojë, qeliza ka nevojë për informacion. Sa më shumë informacione ka qeliza, aq më zgjuar dhe aq më zgjuar është dhe aq më gjatë jeton. Pra, këto informacione që ne ndajmë këtu, nëse e shikoni, janë për shumë njerëz dhe më falenderojnë çdo ditë, janë informacione të vëra, sepse kanë mësuar shumë nga ne kanë mësuar dhe unë kam mësuar nga ju. Sepse shpeshherë kur dikush shkruan që e ka informacionin, unë shkoj dhe kërkoj dhe informohem. Dhe janë të vërteta. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Merreni me mend, thash, në 200 ne jetuam në skëter deri në vitin 1800 dhe pastaj pas vitit 1800 për 200 ca vite, pra që kemi ardhur këtu, ne po jetojmë në një epokë fantastike, sepse është zhvillim i madh. Por merreni me mend pra, pas ekuinoksit të pardjeshëm, duke filluar nga dje në epokën e ardhë. Se çfarë mundo, është vetëm fillimi tani, por do ketë kompjuter kuantik, njeriu do të jetoj sa ti doj qefi, sepse do bëhen ndryshime të mëdha. Njeriu ka filluar që të jetojë si një cyborg, pra pjesë të trupit që ndryshojnë, vijnë organe të tjera dhe vendosen organe të tjera dhe mund të do bëj zemër artificiale, mushkri artificiale, pjesë të trupit artificiale. E dini se çfarë do të thotë kjo apo jo? Do të thotë që kush do të mbijetojë deri pas vitit 2030, do të ketë mundësinë që çdo lloj organi që ka të dëmtuar ta ndryshojë me një organ artificial. Jo vetëm që mund të ndryshojë edhe me një organ tjetër, pra organ natyral të njeriu tjetër, por me një organ artificial. Dhe pas vitit, si që thash, 2050, do të ketë ndryshim kolosal. Ne do të flasim me telepati, do të komunikojmë, ne kemi filluar të komunikojmë me telepati, ku Elon Musk për shembull ka bërë mikrochipin që ne komunikojmë me kompjuterin dhe kompjuteri me ne. Por ky është vetëm fillimi për të stërvitur mendjen, sepse me kalimin e kohës, mendjet e njerëzve do komunikojnë me telepati dhe kjo nuk është një fantazi. Shiko, do t'i them diçka. Nëse keni vënë re, është një aparat që kanë shpikur tani kohët e fundit që e vendosin në për pemë, në për lule, në për gjethe dhe çdo gjethe, çdo lule, çdo pemë emeton një energji, një muzikë. E keni vënë re?
është një aparat i vogël, ja u sugjeroj këtë, dhe shkon i vendosi ato pincat në këto lule dhe në gjethe dhe emeton një energji, ose më mirë, energjia e kthen emetimin në muzikë. Dhe secila nga këto pemë, secila nga këto gjethe ka muzikën e vet, ka vibrimin e vet. Kjo do të thotë që çdo gjë që na rrethon është vibrim. Bile do t'ju them, sa afërmi, këtë e dia që prej kosh, por nuk mundesha ta thosha, sepse ka disa njerëz që futen këtu në për këto komentet tona dhe thonë Nadiri është çmendur, ose sepse ku i din të gjërët, nuk është problemi tyre, nuk është një, si mund ta them unë, nuk është faji tyre. Nuk është faji tyre, dhe po thosha i dia që prej kosh që sa afërmi do dëgjoni zemrën tuaj me muzikë. Pra do ketë secili ka muzikën e vet. Dëgjojeni me kujdes, pra duke vendosur disa aparate, do e dëgjoni në kompjuter zemrën tuaj që ka një muzikë. Por secili ka muzikën e vet, sepse secila zemër ka vibrimin e vet. E njëjta gjë edhe me gjakun, e njëjta gjë edhe me mendjen e njeriut, e njëjta gjë me çdo gjë. Pra do lidhet çdo organ i trupit i njeriut me kompjuterin dhe ti do dëgjosh zemrën tënde si një muzikë. Pra e transformon me anë të një programi në muzikë, vibrimin e zemrës tënde, vibrimin e syve, vibrimin e mendimit, vibrimin e çdo gjëje. Kjo për të kuptuar që ne jetojmë në një fushë magnetike të pandar, që është e njëjtë, por që është thelbësore për jetën tonë. Pra, duke filluar, siç ju thash, që dje ka filluar epoka e artë dhe zhvillimi do të jetë gjigant, do të jetë kolosal. E përsëris për herë të fundit, nuk dua ta përsëris mijëra herë, që duhet secili t'i hap dritaren mendjes. Mos t'i marri këto si teori konspirative, këto informacione që ndajmë këtu, sepse duke filluar nga këtu i keni mbyllur dritaret mendjes suaj, për veten tuaj e them, për ata që nuk duan të dëgjojnë këto informacione ose i konsiderojnë këto si prralla. Kur flasim për specie të tjera, kur flasim për forma të tjera jete, kur flasim për këto argumenta që janë ndryshe ose mirë janë tej një perceptimi të zgjuarsisë të një njeriu normal. Por duhet të mundoheni që t'i hapni dritaret dijeve, sepse është për të mirën tuaj. Do degradohet me kalimin e kohës çdo qeliza juaj, për ata që nuk i hapin dritaret, dhe me kalimin e kohës do degradohet dal nga dal, derisa qelizat vdesin dhe vdes njeriu. Dhe duke e përcjell këtë në fëmijët tuaj, në brezat, ata do jenë ndryshe nga zhvillimi, do jenë më pak, do jenë, më falni, do jenë më ignorant. Dhe këtë vetë fusha magnetike nuk do e pranoj dhe do i skartoj dal nga dal, do i heqi, do u krijoj sëmundje, do u krijoj probleme që me kalimin e kohës do i zhduk. Pra, sepse specia njerëzore po ndahet në dy kategori, në specie të zhvilluar dhe në nën specie që do degradohet. Ja u kam thënë edhe herë të tjera dhe dua ta nënvizoj sepse ju dua fort dhe ju dua të mirën. Në qofse keni vënë re, unë këto video i bëj vetëm në gjuhën tonë, por kam vënë re që edhe shtetas të tjerë, nga vendet tjera edhe nga Anglia, Amerika, kam vënë edhe nga Zvicra, njerëz që nuk janë shqiptar, që i përkthejnë këto video sepse më shkruajnë edhe në privat dhe u interesojnë shumë këto që të flasim edhe në gjuhë të tjera. Unë dua ta bëj në shqip sepse dua që këto informacione të vinë tek ju. Nuk është se di gjithçka, absolutisht jo, unë des vetëm shkëndijën. Kështu që e përsëris edhe një herë, duke filluar nga dje, filloi epoka e artë. Për 225 vjet, lum ata që do t'jenë brenda kësaj epoke të artë, kërkoni që të hapni dijen dhe të ndriçoni mendjen, sepse me kalimin e kohës shumë gjëra do të ndryshojnë dhe ju duhet jeni brenda ekuipazhit të anijes. Ania ka filluar që të lundrojë në det hapur. Pra, lumsi ju që gjendeni në epokën e artë, por mbajeni vendin dhe informohuni sa më shumë, të informohemi këtu sepse informacioni i jep dije qelizës dhe qeliza jeton më mirë dhe më gjatë. Pikërisht pra në bazë të informacionit. Nëse nuk do të kishim informacione sot në qelizat tona, nuk do të ishim në këtë zhvillim që kemi sot. Absolutisht jo. Pra, merreni mend në epokën e gurit, nuk kishin informacione, sepse ku do t'i gjenin informacione? Ne i kemi këtu. Pra, merrini, konsultohuni, shikojni, kërkoni dhe vetë, sepse zhvillimi i madh po vjen dhe unë dëshiroj që secili, pra shqiptar, të të jetoj në këtë epokë të re dhe të jetoj sa më mirë dhe sa më gjatë. Pres komentet tuaja, ju përqafoj ditë marë.